Vëllezër dhe motra, Allahu i lartësuar na ka dhënë mirësi të shumta. Zoti i gjithësisë na ka dhënë mirësi pafund. Allahu i lartësuar ka bërë për ne gjithçka që na rrethon të jetë në shërbimin e njerëzit. Por Zoti i gjithësisë çdo gjë e ka krijuar me një qëllim. Edhe njeriu, Allahu i lartësuar e ka sjellë në këtë dynja për një qëllim. Zoti i gjithësisë e bën të qartë këtë në Kur'an, ku thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Vëlla dhe motër, profeti alayhi salam na e bën të qartë në një hadith adhurimin më madhështor, punën më të madhe që mund të bëjë njeriu, punën më të mirë që mund të bëjë njeriu, thotë: "Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah." Dhe dijeni, thot, se puna më e mirë që ju mund të bëni është namazi. Ky është adhurimi pra më i mirë që njeriu mund të bëjë, e me të afrohet tek Allahu i lartësuar. Në një hadith tjetër profeti alayhi salam thot: "Kupola e çështjes, maja e çështjes është Islami, ndërsa shtylla që e mban këtë kupol është namazi." Vëlla dhe motër, Allahu i lartësuar në Kur'an në mbi 72 ajete na porosit me e fal namazin. Në shumë ajete Zoti i gjithësisë urdhëron për faljen e namazit. "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din." Thot Zoti i gjithësisë në Kur'an, dhe nuk u urdhëruan vetëm se që ta adhurojnë Allahun, më pas wa yuqimu s-salah, dhe ta falin namazin. Ose në një ajet tjetër Zoti i gjithësisë thot: "Hafidhu ala salawat." Kujdesuni për namazet. Njëri prej të parëve porosit dhe thot: "Nëse do të dish se si e ke çfarë pozite, çfarë pozicioni ke tek Zoti i gjithësisë, shiko se çfarë pozite, çfarë pozicioni kanë urdhëresat e Allahut lartësuar tek ti." Vëlla dhe motër, namazi është lidhje me Zotin e gjithësisë. Namazi për ne është jetë. Namazi për muslimanin është jetë. Ai e fillon ditën e tij me namaz, e mbyll ditën e tij me namaz. Fëmia qysh në hapat e para që mëson fen, e fillon duke mësuar namazin. Ne për të rënë shi, kur nuk bie shi, falim namaz. Ne kur jemi mdyshje për të zgjedh diçka, falim namazin e istikhares. Ne kur ndahemi nga kjo dynja, përsëri mbyllet kjo dynja për ne me namaz, namazi i xhenazes. Pra gjithë jeta jonë duhet me qenë të lidhur me Allahun e lartësuar, me krijuesin e gjithësisë. Zoti i gjithësisë, njerëzit më të zgjedhur janë profetët, pikërisht ata të gjithë kanë fal namaz. Allahu i lartësuar përmend për Yunusin alayhi salam, i cili u sprovu shumë, e gëlltiti atë balena. Zoti i gjithësisë thotë: "Sikur ai mos të ishte prej namazlive, ai do të qëndronte në barkun e saj deri ditën e gjykimit." Allahu i lartësuar përmend për Ibrahimin alayhi salam, ndryshe njihet babai i profetëve, thot Ibrahimi alayhi salam: "O Zot, un kam vendosur një pjesë të familjes time në një lugin ku në të nuk ka bimësi, nuk ka gjallësa, pranë shtëpisë tënde të shenjtë. O Allah, Rabbana li yuqimu s-salah." O Allah, që ata ta falin namazin. Zoti i gjithësisë përmend për djalin e Ibrahimit alayhi salam, për Ismailin. Ai urdhëronte pjesëtarët e familjes së tij që ta falnin namazin. Allahu i lartësuar përmend në Kur'an për Zekerian alayhi salam: "Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Ai ishte në këmbë duke u falur në vendfaljen e tij. Përmend Zoti i gjithësisë për Isain alayhi salam: "Qala inni abdullah, atani al-kitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, wa awsani bis-salah." Përmend për Isain alayhi salam se Zoti i gjithësisë e porositi atë me fal namazin. Pra namazi është tradita e profetëve të Zotit. Është ajo që kanë praktikuar profetët e Allahut të lartësuar. Është çështja me të cilën ne afrohemi tek Allahu i lartësuar. Zoti i gjithësisë, të gjitha urdhëresat profetit alayhi salam ja urdhëroi kur ai ishte në tokë, ndërsa namazi, për të treguar rëndësinë dhe veçantinë që ka Allahu i lartësuar, e bëri obligim për këtë ummet kur e ngjiti profetin sallallahu alaihi wasallam në qiell.